Durimi ka vetëm një problem o vëllezër. Durimi është t'i jep e s'merr asgjë mbrapsh. Dhe ky është treguesi i imanit dhe i besimit. Për këtë arsye e quajti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhia, energji dhe dritë. Ndërkohë, njeriu e ka të vështirë me qenë i durueshëm, sepse natyrën e tij njeriu është i ngutshëm, natyrën e tij njeriu është reagues i shpejt, e Allahu ka dhënë ilaçin me një ajet kuranor. Fasbir, fama sabruka illa billah. Duro për hatër të Zotit. Çoje mendjen te Allahu. Vetë përmbahu duke menduar shpërblimin te Allahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu do t'i shpërblej durimtarët pa hesab. S'është 1 me 10, as 1 me 70, as 1 me 100, as 1 me 1000, pa hesab. Nuk ka llogari. Vetë përmbajtja dhe durimi. Bëj durueshëm. Shumë gjëra zgjidhen në jetë nëpërmjet vetë përmbajtjes dhe durimit. Mos reago me një herë. Lëre për më vonë. Konsultohu. Çoje mendjen te Allahu, çoje mendjen te shpërblimi në botën tjetër. Edhe ki për ta parë se si gjëja ka për të kthyer me shpresën e Zotit në favor. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru." Këto grada të larta nuk mund t'i arrijnë vetëm se njerëzit durimtar. "Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim." E këto grada të larta të durimit i arrin vetëm ata që Zoti i Madh ju ka dhënë mirësi të madhe dhe i ka veçuar me përzgjedhjen e tij.